që ka marrë 48 deputet, por qytetarët e Kosovës po ashtu nuk e kanë dhënë mandatin e plot opozitës, Ish partive opozitare. Ish partive opozitare që këta ta bëjnë qeverinë, se si kanë marrë 61 deputet. Do të thotë kjo situatë e mungesës së mbështetjes së plot për ta vazhduar qeverisjen, apo për ndodhur ndryshimi politik, për mua prej dhe të shkurtit, po e tham tash, se me shkun zgjedhje nacionale mund të kem parafrasisht rezultatin e njëjtë, ndoshta me ndonjë ndryshim të caktuar, ka shtru pyetjen që mund të ketë 3-4 opsione se si dilet për krizës, ose ndonjë koalicion mes lëvizjes vetëvendosje me LDK-n, çka po preferon kryeministri Kurti, do të thotë lëvizja vetëvendosje LDK-ja, AK-ja, Nisma, që të jetë një qeveri stabile dhe që ta zgjedhin edhe presidentin dhe që ne në besmin e opozitës si PDK, ose ndonjë koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës që të kemë ne edhe kryeministër, edhe president, edhe dihet çka ndodh në prillin e vitit të ardhshëm dhe të ketë qartësi politike, apo një qeveri të unitetit kombëtar, ku gjitha partitë politike hynë në qeveri, por si dikush bën i cili prej 2004 hynë në Kuvend të Kosovës mbi 21 vjet, 2 vjet. Unë kam pa në seancën e parë që s'ka numra. S'ka numra se ne nuk duam që ta kemi edhe listën serbe në kombinatorika. Në kombinatorik. Edhe unë mendoj që është e drejtë kjo, pas asaj çfarë ka ndodhur në Banjsk. Dhe nëse lista serbe nuk është pjesë e kalkulimit, dhe skena politike është kështu e fragmentuar, rezultati i lëvizjes vetëvendosje është 48 deputet, rezultati i PDK-s, LDK-s dhe AK-s, Nismës është 52 deputet. Unë nuk kam pas zgjidhje, nuk shoh zgjidhje se si të kalohet këtë situatë. Këta janë gjëra që i tham unë për herë të parë, po kam thënë në forumet politike të PDK-s në kryesi, në Këshill Drejtues, dhe i tham vetëm që të jem sinqert me ata cilët mu më kanë votu për 20 vite si deputet i Kuvendit Kosovës. Kemi raportuar ne për takimet të mundshme të protagonizmit mes PDK-s edhe vetëvendosjes. Ka pasur ndonjëherë diçka konkrete, diçka serioze në drejtim të koalicionit mundshëm? Takime ka pas. Diçka ka qëndruar në iniciativa private, të themi kështu. Jo. Takime ka pas, takime ka edhe mund të takomi kështu në rrafshin privat. Por zoti Kurti nuk ka pas vullnet që të bashkëpunon me PDK, ne ka thënë disa herë që PDK duhet betet në opozit. Ne nuk kemi vetë ofruar. Asante unë s'po vetë ofrohem, për që po tham një realitet. Ka vullnet që ta bëj koalicionin me LDK-n, jemi shumë rregull, por me rëndësi është që t'i jep qartësi vendit. Dhe të njëjtën kohë, mendoj që edhe opozita nuk ka arrit për edhe të shkurtit, deri me tash ta pi një kafe të vetë me bashkë 4 partitë politike, PDK, LDK, AK, Nisma. Nuk ka pas asnjë takim realisht. Deri me tash jo. Ka pas komunikime në mes të kryetarëve të partive politike, në mes të kandidatëve për kryeministra, por s'ka pas ndonjë takim koordinues. Prandaj edhe unë nuk shoh opsione tjera përveç këtyre 3 opsioneve që i përmenda deri me tash. Ne mund të shkojmë në zgjedhje nacionale edhe një herë. Mundëm me hyrë në procedurë me zgjedhje presidentin e vendit